Rritja e numrit të vizitorëve ka ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e financave. Skënder Spahiu, drejtori i Muzeut Historik dhe Etnografik të qytetit të Vlorës, tregon se numri i lartë i vizitave ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e financave që gjenerojnë vetë muzet. Financat më të larta që grumbullohen, Spahiu thotë se përdoren për restaurime të godinës së vetë muzeve, por edhe për të plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme për funksionimin e tyre. Ne përkundrejt shitjes së biletave, të gjitha ato të ardhurat që sigurohen depozitohen në qendër kulturore të Vlorës, pranë bankave që ka lidhje Bashkia Vlorë dhe qendra kulturore, dhe këto rrisin të ardhurat dhe neve nëpërmjet tyre kemi bërë investime në godinën që jeni Muzeun Historik. Para një muaj e gjysëm, godina u restaurua, u lyhe në pjesë në hapësirat e brendshme, u vendos sistemi i kondicionimit për të ruajtur, sepse kërkojnë kushte teknike dhe kushte lagështire apo drite të gjitha objektet arkeologjisë, sepse ato kanë edhe elementin shpërbërës të ndryshimit sipas kushteve atmosferike, dhe për këtë arsye kjo tregon një impenjim më të madh edhe të strukturave nga të cilat ne varen, nga Bashkia Vlorë apo edhe nga Ministria e Linjës për t'i ruajtur, për t'i mbajtur dhe për t'i ekspozuar këto objekte që ka fondi muzeor. Financat më të larta sipas Skënder Spahiut i japin mundësi vetë muzeve që të krijojnë më tepër kërkime shkencore, por gjithashtu përdoren edhe për ruajtjen, mirëmbajtjen, riparimin e artefakteve të cilat ndodhen në brendësi të muzeve të qytetit. Muzet nuk janë vetëm magazina, muzet janë dhe vend të punës shkencore. Janë vende ku ekspozohen, mirëmbahen, riparohen të gjitha ato objektet arkeologjisë të gjetura, të dëmtuara, dhe formohen këto, marrin formësimin e tyre, qoftë amforave, terakotave apo objekteve të tjera toksore, të cilat duan dhe meritojnë atë respektin e mirëmbajtjes, duke i llakuar, duke i përdorur edhe teknologji bashkëkohore, për t'u zgjatur jetën, për t'u treguar vlerat, sepse është historia jonë. Në Amantja, Kalane Kaninës apo edhe në Orikun e Vjetër zhvillon shpesh ekspedita kërkimore, me anë të cilave Spahiu thotë se pasurohet fondi arkivor i Muzeut të qytetit, me zbulime të reja dhe fakte historike, të cilat studiohen, kartelizohen dhe shpalosen për publikun vendas dhe të huaj. Ekspedita që gërmojnë në Amantja apo në vendbanime të tjera të Vlorës janë pjesë e depozitimit në arkivin në fondin muzeor të objekteve cilat gjenden gjatë këtyre gërmimeve apo dhe sontajeve të gërmimeve. Muzet janë pjesë e inventarit të varreve që eksplorohen apo zbulohen me objekte cilat gjenden dhe mbasi ato mbaron studimin e tyre, kartelizohen, certifikohen dhe bëhen pjesë e fondit arkivor të muzeut. Vlen të theksohet se krahas financave që gjenerojnë vetë muzet, për to vendosen në dispozicion fonde edhe nga qendra kulturore, Bashkia e Vlorës, por edhe Ministria e Kulturës, të cilat shërbejnë për restaurime të godinave, mirëmbajtjen e objekteve apo kërkime shkencore.